Finalja e Big Brother VIP Albania ka sjell emocione të forta dhe rezultate surprizë për publikun. Mateo, një nga konkurrentët më të përfolur të këtij sezoni, ka mbyllur rrugëtimin e tij si i dyti në garë, ndërsa fituesja e madhe e këtij edicioni është shpallur Selina. Momenti i shpalljes ka tërhequr menjëherë vëmendjen, sidomos për reagimet që pasuan në studio. Ajo që është komentuar më shumë në rrjet është reagimi i Brikenës, e cila u duke prekur dhe e mërzitur në momentin kur moderatori përmendi emrin e Mateos si të eliminuar. Pamjet e saj janë bërë menjëherë virale, ku shumë ndjekës kanë vënë re surprizën dhe zhvenimin në fytyrën e saj. Ndërkohë, një tjetër detaj që ka ndezur debat është fakti se në sondazhet online Mateo rezultonte ndër më të votuarit, madje për shumë edhe favorit për fitore. Megjithatë, rezultati final ka treguar një renditje ndryshe, duke e pozicionuar atë pas Selinës dhe duke lënë hapësirë për diskutime të shumta në rrjet. Finalja ka mbyllur një sezon plot dinamika, ndërsa reagimet e publikut vazhdojnë të jenë të shumta edhe pas shpalljes së fitueses.